Me 29 nëntor në Pallatin e Kulturës, ju mundeni mi marrë gratë juja ose burrat, familjen edhe më ullë me pa, besoj për herë të parë kam ju ra juve në Gjakov, më shku me pa një performancë të këtij ansambli që është i Maqedonisë, po me muzikë tonën. Për me na njoftu ma shumë rreth eventit, do të kemi bisedë me Jetmir Rexhepi, është drejtori i ansamblit shtetëror të këngëve dhe vallëve shqiptare. Mirë se na erdhe. Përshëndetje. Ura, jeni mirë me shëndet dhe jeni gati për Gjakovën, drejtar. Po, patjetër. Njëherë ju falenderoj për hapësirën mediatike, për mbështetjen e vazhdueshme që jepni kulturës dhe artit për aktivitetet tona. Vlerësoj profesionalizmin, korektiv dhe interesimin tuaj të sinqert për punën e ansamblit të këngëve dhe vallëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Tregom pse duhemi të gjithë me u bë bashkë me 29 nëntor në Gjakov. Cila është arsyeja? Po, me që është festa më e madhe e nëntorit, që duhet të bëhemi bashkë. Me 28 ansambli jonë, me 29 ansambli Maqedonisë së Veriut, këto ditë të nëntorit drejtar kemi provu me Fondacionin për Gjakovën, me pas Shqipnin, me pas Maqedonin, me pas Malin e Zi, shqiptar gjithandej që vinë në Gjakov. Ndaj nga Maqedonia kësaj herë ju kemi zgjedh juve dhe faleminderit që keni pranuar ftesën me shënu këtë ditë në Gjakov. Faleminderit dhe ju që na keni dhënë ftesë madhështore dhe ne kemi ardhur me shumë dëshirë. Shumë kënaqësi. Sa veta jeni në skenë atë ditë, atë natë? Jemi shumë të madhe, por të që të jemi të 34. 34? Po. Me veshjet e juja? Po, sigurisht me veshjet të cilat do jenë valle, kolorit valle. Me nxi po Do të kemi vallën Vibra, do të kemi vallën Vigana të Sharit, që do t'ja lëm atë ditë surprise. Valle Dibrane, tjetër Gostivari? Do jetë vallja edhe Vigana të Sharit, vetëm djemtë. Okej, me nxi po pres me ju pa, për gjithë ju që po na ndiqni te APP Fondacioni për Gjakovën i keni biletat, ose i keni në rave, ose në Instagram kur shkoni. Ditët e nëntorit e që aty i keni gjitha informacionet. Jetmir Rexhepi, shumë kënaqësi dhe shihemi me 29 në Gjakov. Respekt, faleminderit shumë. Ne për Gjakovën kemi përgatitur një këngë special. Është Lëlkuqe e Kosovës. Faleminderit shumë. Respekt dhe juve. Me nxi po pres me ju pa. Takohemi atje. Shumë faleminderit, e vlerësoj shumë. Ishte kënaqësi. Në emër të gjithë fondacionit po ashtu faleminderit.